Plastika nuk biodegradohet. Në vend të kësaj, ajo zbërthehet në copa më të vogla dhe më në fund përfundon kudo, përfshirë edhe në zinxhirin ushqimor. Copat që janë më pak se 5 mm në gjatësi, afërsisht sa madhësia e një fare susami, quhen mikroplastik. Dr. Sedat Gündogdu, biolog dhe profesor në Universitetin Çukurova në Turqi, shpjegon në mënyrë specifike se çfarë është mikroplastika dhe efektet e saj. Microplastics is plastic pollutant. Mikroplastika është një ndotës plastik më i vogël se 5 mm, pra çdo lloj plastike që njihni nuk është domosdoshmërisht e prodhuar si mikroplastik, sepse ekzistojnë dy lloje të ndryshme. Njëra prodhohet direkt si mikroplastik, por nuk është një sasi e madhe, por lloji i dytë është si degradimi ose shpërbërja e plastikës së madhe. Ato prodhojnë, gjenerojnë plastik, pra një tekstil, gomë, tel, plastikat të tjera të mëdha që përdorim në jetën tonë të përditshme, plastikat industriale, madje edhe grimsat e bojës mund të konsiderohen si mikroplastika. Even paint particles can be considered as microplastic. Copa mikroplastike janë zbuluar në vendet më të largëta, nga thellësitë e oqeanit deri te akulli i Arktikut. Një vend tjetër ku po shfaqen plastika është brenda trupit ton. Ne thithim mikroplastik, e ham atë dhe pim ujë të mbushur me plastik çdo ditë. Dhjetra raporte janë publikuar mbi mikroplastikën, por komuniteti shkencor ende po përpiqet të zbulojë se sa plastik konsumojmë dhe sa e dëmshme mund të jetë. Microplastics and chemicals has adverse effect on brain health. Mikroplastikat dhe kimikatet kanë një efekt negativ në shëndetin e trurit dhe fiziologjinë e foshnjave, pra ndikojnë në sëmundje dhe kanë lidhje me disa probleme shëndetësore, si tumoret, çrregullimet endokrinale dhe gjithashtu disa efekte inflamatore. Inflammatory effects. Një studim nga Fondi Botror për Natyrën arriti në përfundimin se njerëzit mund të konsumojnë ekuivalentin e një karte krediti me plastik në javë, kryesisht në ujin e pishëm, por edhe nëpërmjet burimeve si butakët, të cilët kanë tendencë të hahen të plot, kështu që edhe plastika në sistemin e tyre tretës konsumohet. We are breathing them. Ne I thithim ato dhe kjo ka efekt mbi kapacitetin e mushkërive tona, me indet e mushkërive, ka shumë kërkime mbi këtë, pra nuk vjet në dyshim efekti negativ që ka mikroplastika edhe kimikatet të lidhura me shëndetin e njeriu dhe mjedisin. Kur marrim në konsiderat përdorimin e përhapur të plastikës dhe gjithashtu vëllimin e madh të prodhimit, nuk është realisht e mundur të parandalohet ndotja nga mikroplastika. Mund të zvoglohet vetëm niveli I ekspozimit, jo parandalimi 100%, nuk është e mundur sepse mikroplastikat janë kudo. Possible because of the microplastics everywhere. I mean, when you go to hospital, they are giving some liquid, some. Kur shkon në spital të japin pak lëng, pak serum ose tretësirë intravenoze për të trajtuar. Këto tretësira intravenoze administrohen brenda plastikës një përdorimshe, edhe ato gjithashtu përmbajnë mikroplastik brenda. Pra kjo është një rrugë hyrëse e drejt për drejt e mikroplastikës në trupin e njeriut përmes plastikës mjekësore. Pra kemi një studim mbi këtë. Ne zbuluam se 65 grimca për litër të kësaj tretësire intravenoze ka mikroplastik. In terms of microplastics. Shkencëtarët në mbar botën po garojnë për të zhvilluar zgjidhje inovative për krizën e rritje të mbeturinave plastike, një përpjekje e mbështetur nga fushata ndërgjegjësimi si Dita Botërore e Mjedisit. So those locations is kind of gyre area for microplastics. Këto vende janë një lloj vorbulle për mikroplastikat, 2 në paqësor, 2 në Atlantik, edhe 1 në Oqeanin Indian. Edhe një zonë tjetër e cila nuk konsiderohet si vorbull, por është një nga pikat e nxehta të mikroplastikave, është deti Mesdhe. Të gjitha strategjitë e menaxhimit të mbeturinave, madje edhe teknologjitë e heqjes së plastikës, të aplikuara 100% me sukses, nuk do ta zvoglojnë ndotjen nga plastika në 50 vitet e ardhshme.
sepse në të njëjtën kohë ne do të rrisim edhe prodhimin. Parashiko që industria do të prodhojë 1.5 milion tonë në vit në 50 vitet e ardhshme. Në disa vende ka disa rregulla dhe legjislacione për mikroplastikat e shtuara qëllimisht, jo për mikroplastikat e gjeneruara pa qëllim, si mikroplastikat nga tekstili. Si mund të parandalohet gjenerimi i mikroplastikave prej tyre, sepse tekstilet kanë plastik dhe plastika mund të shpërbëhet nga veshja, ndaj duhet të rishqyrtohet materiali që përdoret për prodhimin e tekstilit. And plastics can disintegrate from the garment. So you have to reconsider the material that we used for production of textile. Ndotja për shkak të plastikës pritet të trefishohet deri në vitin 2040, ka parashikuar programi i OKB-s për mjedisin, duke shtuar 23 deri në 37 milion ton metrik mbeturina në oqeanet e botës çdo vit. We have to reconsider our plastic relationship. Duhet ta rishqyrtojmë marrëdhënien tonë me plastikën. Aktualisht ka negociata të vazhdueshme për traktatin e plastikës. Pra, e vetmja mënyrë për një traktat efektiv të plastikës është të përfshihet ndalimi i prodhimit të plastikës, por jo i të gjithë prodhimit të plastikës, po flas për të paktën 40%. Look at this. It's all pieces of microplastic. Future.